Gjatë muajit janar, mjekët e Spitalit të Pediatrisë së Korçës janë përballur me një fluks të shtuar vizitash ku janë regjistruar deri në 70 vizita në ditë, si pasojë e shpërthimit të virozave të sinës, kryesisht gripit të tipit A. Shefi i qeverisë, Dr. Robert Rado, bën me dije se rastet e paraqitura kanë qenë të shumëllojshme, duke nisur nga format e lehta, por edhe te komplikacionet e rënda të cilat kanë kërkuar trajtim spitalor. Gjatë kësaj periudhe kemi një shfaqje të viruseve të gripit, të cilët janë kryesisht të tipit, domethënë A, pra influenca e tipit A, e cila shkakton, domethënë simptoma të gripit me temperaturë dhe me simptoma të rrugëve të sipërme apo të rrugëve të poshtme të frymëmarrjes. Dhe rastet ka qenë nga më të ndryshmet, ka patur raste me simptoma të lehta, domethënë të gripit, deri në ato të cilët kanë dhënë dhe komplikacione, për të cilët janë marrë masa dhe janë bërë shtrime në spital dhe janë ndjekur deri në përmirësimin përfundimtar të tyre. Mjeku apelon për kujdes të shtuar, duke këshilluar qytetarët që të evitojnë sa më shumë grumbullimet në mënyrë që të frenohet përhapja e virusit. Gjatë periudhës të shfaqjes së gripit që i themi neve, apo influencës, duhet që të bëhet shmangja, domethënë nga grumbullimet e mëdha midis njerëzve, për arsye sepse ky lloj virusi transmetohet nëpërmjet rrugëve të ajrit, kështu që sa më afër kontakti me njerëzit të cilët janë të infektuar me këtë virus, aq më e madhe është transmetimi i infeksionit nga njëri te tjetrit. Këshilla e mjekëve mbetet vigjilenca dhe kujdesi i vazhdueshëm, veçanërisht në këtë periudhë të pikut të virozave.